Dje ka ndodhur një situatë pak e çuditshme. Uthiraj në polici u raportuat që ai është i arrestuar, pastaj u thirrë ti, tani ti si ti shumë ç'a ndodhi, a mundesh me kallëzu dje? Saktë. Po dje u shku u ka denoncu, dikush thë që u arrestu, po kjo është u shumë i fort, ka ndikim shumë të madh në shtet, edhe ky personi që ka bu krime, po dhe vllave tina. Po këtë bën me kuptu që ky ka ndikim shumë të madh në shtetin e Kosovës. Çka të pyetëshe policia atje, për çka u intereseshin? Po ata mendeshin që ti pe kanos, ke bos thirrje për Jo, publikisht unë pranoj se publikisht kum thonë do të me kidnapu, po nuk e kom përmend emrin e tina për shembull. Okej. Edhe u shkuaj në polici, edhe ka pa ditë për kanosje. Çka ka thonë ai? Çka ka thonë ai? Po e një vetën të rrezikuar për sa sholes, edhe se kam jetën e sigurt për momentin ku jam të qëndruar prezant. Okej. Edhe malo duhet më arrestuaj me faktet që kem na, faktet i ka policia, i ka hetosia, që ky tamam është çat video, e kanë pranuar gjithë, edhe kanë dokumente zyrtar që ky ka marrë pjesë në masakrën të Krushës. Ti the që je i sigurt që ky ka qenë pjesë dhe ka marrë pjesë në masakrën e Krushës. Është akuzë shumë e rëndë, domethënë, po. Janë pranoj vetë në video, kjo është. Dëshmia ma madhe, ma kryesore, u vetë inqizimi. Edhe dosjen të cilën e ka policia dhe hetosia e Kosovës, i kanë këta dosje që ky ka marrë pjesë në Kosovë, në masakra ndryshme, jo vetëm në Krushë. Ti thua që ke punu 4 muaj më shumë me hetuese. Ç'a ndodhi me atë hetim? Nuk kanë lesh. Ata më kanë thënë kem dosjet, i kem dokumentat, i kem gjitha, po na duhet vetëm marrën prezant ose në Kosovë. O në Kosovë i kanë lajmëruar, s'na kanë marrë parasysh absolut. Sepse ky ka një ndikim shumë të madh në Kosovë. Po, a më në fol pak se kanë fuqi të madhe ata në shtetin e Kosovës. Po se vllai tina më duket. Po jo kanë vllai tina, po kanë edhe pak më lart se ky shkon zinxhir. Okej. Këtë është unë mendoj që nëse dështon arrestimi tina edhe dënimi i tina për krimet që ka bërë gjatë luftës në Kosovë, unë mendoj që ka me dështu komplet drejtësia në Kosovë për krimet serbe që kanë ndodhur në Kosovë, nëse e neglizhojnë këtë rast. A po thuaj që ka prokuria dhe hetuesia provat mjaftueshme? Po i kanë provat që ky tamam ka qenë gjatë luftës në Kosovë, i kanë këtë komplet dhonat, i kanë dosjet komplet që kanë pranuar vetë në prezencën tame. Okej. E këtu në Krush me ta banor që taku, ç'a është plani me bë? Po plani këta i ka prek lufta shumë. Mas shumë të në Kosovë, ta janë dëshpruan me qitë rastin, nëse veç e neglizhon shteti i Kosovës, dhe sot i na dal me kryetarën e Krushës të vogël, edhe tash kanë me shkuar në Krushë të madhe, edhe në vende tjera ku ai ka marrë pjesë në atë gjenocid, edhe këta mi shpreh atë pakënaqësitë e veta edhe atë dëshpërimin me institucionet e Kosovës.